Kryeministri Sali Berisha ftoi edhe një herë opozitën të jetë bashkëpunuese në funksion të reformave që kërkon vendi, duke u ndalur në mënyrë të veçantë tek nisma e maxhorancës për heqjen e imunitetit të zyrtarëve të lartë. Në një dalje të posaçme për mediat, shefi i qeverisë kërkoi nga opozita të japë konsensusin e saj për këtë projekt ligj në seancën e 6 gushtit, pasi si ishte ai, drafti i depozituar në kuvend është ai i paraqitur nga vetë ekspertët e Këshillit të Europës dhe Uraliusit. Madje kryeministri shkoi më tej kur pohoi se nisma në thelb është e njëjtë me variantin e dikurshëm të propozuar nga opozita, por prerazi zoti Berisha kundërshtoi çdo ndërhyrje tjetër në kushtetut, veç çështjes së imunitetit. Ligji që ne dorëzuam në parlament për ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit për organizimin e drejtësisë, në çdo gerë, në çdo ne, pik për pik, është ai që kanë paraqitur ekspertët e Këshillit të Europës dhe Euralius. Dhe nuk na shkon që ta shqiptarizojmë atë ne. Dhe ta lam ashtu si të kanë sjell. Maxhoranca ka pranuar plotësisht variantin e opozitës. Nuk mund të ketë asnjë politikan që të mund të dalë para qytetarëve të thotë jo unë do rri me imunitet. Është një lloj si të thotë, më falni se unë kam pak dorë. Imuniteti është një standard i tepërt të kushtetutën tonë. Që të mendojmë ta bëjmë kushtetutën si vegun e Penelops, atë nuk mund ta bëjmë. Kryeministri Berisha komentoi dhe deklaratën e shefit të Selisë Roz për amendimet e bëra në kodin elektoral, që sipas Ramës janë garanci për rikthimin e opozitës në pushtet në zgjedhjet e 2013-s. Unë besoj tërësisht se nuk është ligji që t'jep fitor, janë qytetarë shqiptarët, janë zgjedhësi. Zoti Rama beson se fiton nëpërmjet ligjit dhe unë e vlerësoj faktin që ai është i kënaqur me reformën. Po më trishton pak fakti që ai kënaqësinë më të madhe e ka për ndryshimet që u bën për Tiranën, se këtu shkon gjuha ku dhëm dhëmbi. Na vun kusht, o do kontrollohen 1.000 zgjedhësit në Tiranë ose s'ka. Unë e mirë kuptova. E vum atë kontrollin e kartës identitetit. Një lloj si në kufi. Shefi i qeverisë është kundër përgjigjur dhe akuzave të deputetëve të Selisë Roz në adresë të Ministrisë së Mbrojtjes për trafik armësh dhe përgjime, duke i cilësuar ato shpifje. Ai hodhi poshtë çdo pretendim të socialistëve se maxhoranca po pengon hetimin parlamentar lidhur me këtë çështje. Shqiptarët duhet ta dinë se gjerë në këtë moment në kryesinë e parlamentit nuk është dorëzuar qoftë dhe një kërkesë e vetme nga deputetët e opozitës për komision hetimor parlamentar. Por këtyre zotrive nuk u intereson hetimi, u intereson teatraliteti, u intereson të përpiqen të nxjinë dhe të damkosin një institucion nga më të respektuarit për Shqipërinë dhe shqiptarët. Këtyre u intereson të akuzojnë dhe të shpifin pa baza se po bëhet trafik armësh. Unë ju garantoj ju dhe gjithë shqiptarët se në mënyrë absolute kategorike nuk ekziston qoftë dhe një fishek i trafikuar nga ky vend. Për sa i përket regjistrimit, më duhet të them se ky është një sindrom i tmerrshëm obsesiv i Edi Ramës, i cili rrotullon kolltuqet në zyrë çdo mëngjes që shkon. Se mos i kanë vendosur do i çitin çije, ndonjë përgjues. Gjatë komunikimit të hapur me median, shefi i qeverisë hodhi poshtë edhe akuzat e ngritura në adresë të tij për revansh në rivlerësimin e disa figurave historike dhe rishikimit të historisë në tërësi në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Për kryeministrin, figurat historike si ajo e mbretit Zog apo e Mithat Frashërit, zhvillimet në luftën nacional çlirimtare, masakra e Tivarit apo dhe akti i Bujanit duhen ripar me kujdes nga historianët. Ky 100 vjetor nuk është një panajër lavdije. Çfarë levërdije ka sot që ne të ruajmë falsitetin historik dhe të mos e nxjerrim atë, apo të bën insinuata absurde se Berisha don të nxjerrë Zogun mbi Ismail Qemalin. Ideja se Berisha po nxjerr në pa figura nga Veriu dhe Kosova është thellësisht dhe kryekput antikombëtare. Në qoftë se ndokush mendon se Veriu dhe Kosova duhet përjashtohen nga historia kombëtare, nuk ka qëndrim antikombëtar se ky. E gjitha kjo se kryeministri po na përzihet në histori, ka në fund të fundit avokatin për të mbrojtur dogmen hoxhiste të mashtrimit të historisë. Këto i sponsorizon shoqja Nexhmie, e cila vazhdon me angazhim të madh dhe përkushtim të mbrojë aktet barbare dhe mizorinë e saj dhe të shoqit saj.
Kryeministri Berisha u ndal dhe tek zgjedhjet e vitit 2013, duke u shprehur i bindur në fitoren e koalicionit qeverisës. Performanca pozitive e ekonomisë, rritja e pagave dhe pensioneve si dhe ajo investimeve të huaja ishin në qendër të bashkëbisedimit të shefit ekzekutivit me gazetarët.